Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po vazhdojmë të takohemi në fakt në kanalin Monitor TV, këtë herë për të sjellur këtë pikpyetjen e madhe me çiftin më enigmatik të momentit, Gjestin dhe Eglin që po çmendin rrjetin. Gjesti dhe Egli po bëjnë disa lëvizje që në fakt fansat, ndjekësit e tyre janë në ankth si po shkon marrëdhënia e tyre dhe unë jam munduar që të përmbledh këtë histori, të përmbledh këtë ngjarje në një përshkrim. Në botën dinamike të showbizit shqiptar, ku çdo ndjekës vëzhgon, komenton dhe analizon çdo lëvizje të figurave publike, ka lindur një tjetër dilemë që ka ndezur debate në rrjetet sociale. Çfarë po ndodh me çiftin Gjesti dhe Egli Tako? Në dukje një lidhje simpatike, me kimi dhe harmoni në paraqitjet publike, por në thelb një misteri pa shpjeguar që vjen kryesisht nga heshtja e tyre digjitale dhe mungesa e ndërveprimeve në rrjetet sociale. Gjesti dhe Egli janë dy prej emrave më të përfolur të momentit, pas daljeve të tyre të përbashkëta publike dhe të konfirmimit të lidhjes së tyre, publiku priste një marrëdhënie më të hapur, më të shfaqur dhe më të pëlqyer në platformat sociale. Por realiteti ka rezultuar i ndryshëm. Në fakt është pikërisht mungesa e një gjesti kaq të vogël sa një like në Instagram, ajo që ka nisur të ngrej pyetje të mëdha mbi natyrën dhe vërtetësinë e marrëdhënies së tyre. Shembulli më i freskët dhe që ka vënë benzinë mbi këtë zjarr kurioziteti është postimi i fundit i Eglit në Instagram, ku ajo ndan fotografi nga prezenca e saj si e ftuar në spektaklin Portokalli, nga 52.000 like që ka marrë postimi, asnjë prej tyre nuk është nga Gjesti. Për një çift që supozohet të jenë në kulmin e dashurisë, kjo mungesë ka nxitur më shumë dyshime se sa një heshtje. Është privatësia apo mungesa e sinjaleve? Në daljet e fundit publike, Gjesti ka deklaruar se ne duam të ruajmë privatësinë tonë. Një fjali që në një botë ideale do duhej të mjaftonte për të sqaruar gjithçka. Por në realitetin e sotëm, ku një like, një koment apo një story e përbashkët interpretohet si një vulë dashurie, kjo shprehje duket gjithnjë e më shumë si një mburojë që ngrën më shumë dyshime se sa qetësi. Pse një partner nuk i jep një like partneres në një postim publik nga një dalje madhore si Portokallia, për shembull Luizi i bën Kiarës like? A është kjo thjesht një strategji për të mos ekspozuar marrëdhënien, apo ndoshta një lëvizje e mirë llogaritur për të ruajtur individualitetin dhe tërheqjen personale të secilit, duke mos e lidhur imazhin e tyre publik vetëm me romancën? Këto janë pyetje që sot shtrohen nga mijëra ndjekës në rrjet dhe janë pyetje legjitime në një kohë ku shumë prej lidhjeve të famshme janë ngritur e kanë rënë pikërisht përballë gjyqit të opinionit publik. Strategji marketingu nga dashuri apo dashuri reale? Ka nga ata që besojnë se Gjesti dhe Egli po luajnë një lojë të mençur të marketingut personal, ku lidhja është më shumë se një mjet për të shtuar vëmendjen dhe interesin e publikut, sesa një marrëdhënie që kërkon të dokumentohet në çdo hap, duke qëndruar larg nga ekspozimi i tepruar. Ata ndërtojnë një narrativ të padukshme që nxit më shumë diskutim sesa një çift i zakonshëm që poston çdo mëngjes një foto kafeje në shtrat. Të mos bosh like është më shumë provokim se sa indiferencë, dhe në këtë lojë të rafinuar, dyshja duket se ka kuptuar mirë fuqinë e heshtjes dhe efektin e mungesës në epokën digjitale. E vërteta është se në shumë raste publiku kapet më shumë pas asaj që nuk thuhet se sa asaj që është shfaqur hapur, por nga ana tjetër kemi edhe fytyrat e qeshura dhe të lumtura që çifti transmeton në dalje të ndryshme publike. Qëndrojnë afër njëri tjetrit, ndaj vështrimet që nuk duken të shitura dhe shfaqen si dy njerëz të cilët gjejnë rehatin pranë njëri tjetrit. Do me thënë, është diçka që të dhuron një lloj mendimi interesant. Për shembull, në daljet e tyre publike që patën në post Big Brother, por qoftë edhe në përdalje të tjera, janë shumë të lumtur, janë shumë energjik, janë shumë pozitiv, janë shumë kreativ, janë shumë të ëmbël,
por do me thënë kjo gjëja po e ban edhe i qiksim si çuditshëm këtë marrëdhënie dhe për këtë gjë po më befason fakti se pse nuk duhet të japin asnjë lloj pëlqimi nëpër fotot e njëri tjetrit dhe apo e bëjnë këtë strategjinë që të jenë në qendër të vëmendjes që të komentohen ja siç po komentojnë tani. Domethënë që ta mbajnë emrin e tyre të gjallë. E gjithë kjo hedh poshtë teoritë e një marrëdhënie të reme. A është kjo thjesht një dashuri që dëshiron të mbijetoj pa zhurmë, apo një lidhje që po përgatitet për të dalë në një tjetër nivel publik me ndonjë bashkëpunim artistik? Nga burimet pranë çiftit përflitet se Gjesti dhe Egli po përgatisin një projekt të përbashkët muzikor, një këngë që pritet të publikohet shumë shpejt. Nëse kjo rezulton e vërtet, atëherë shumë nga lëvizjet e tyre të heshtura do të marrin kuptim. Është thjesht ndërtim suspensi, një mënyrë për të krijuar një atmosferë pritje për publikun, dhe në këtë rast edhe mosbërja e një lajkut bëhet pjesë e këtij suspensi të mençur. Në një kohë ku audienca nuk mjaftohet më me performancën në skenë, por kërkon të jetë pjesë edhe e jetës së përditshme të personazheve publik, Gjesti dhe Egli po luajnë një lojë të ndryshme. Janë më diskret, më të kujdesshëm dhe më strategjik, por me këtë i kanë futur veten në një cikël ku çdo lëvizje apo mungesë lëvizje kthehet në një objekt analize. Për tani mbetet për t'u parë nëse heshtja e tyre është thjesht një zgjidhje për të ruajtur atë që është personale apo një mënyrë për të ndërtuar diçka më të madhe për sy e vesh të publikut. Një gjë është e sigurt, Gjesti dhe Egli janë çifti më enigmatik i momentit në Shqipëri dhe publiku më shumë se kur është në pritje jo vetëm të një lajkut, por edhe të një përgjigjes të tyre. Por unë besoj që ato e kanë raportin shumë të mirë, e kanë marrëdhënien shumë të mirë, por me kastile e vonojnë këtë pjesën e lajkut që i gjithë publiku të jetë në dyshim se çfarë po ndodh me këtë çift dhe se si është marrëdhënia dhe se si është jeta e tyre.